miratimi i proces verbalit të seancës plenare. Ka nisur me tension dhe përplasje sesioni i ri parlamentar në sallën e Kuvendit, duke reflektuar klimën e polarizuar që shoqëron prej kohësh jetën institucionale në vend. Teksa mazhoranca është e fokusuar te procesi i integrimit evropian, opozita ka zgjedhur ta hap sesionin me protesta dhe akuza, duke kthyer seancën e parë në një skem konfrontimi. Pas ceremonisë së zakonshme, situata në sallë u tensionua menjëherë, kur deputetët e Partisë Demokratike kërkuan largimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku nga seanca plenare. Opozita bllokoi foltoren e Kuvendit në shenjë proteste, duke përsëritur thirrjet që sipas tyre Balluku duhet i dorëzohet drejtësisë. Megjithatë, pavarësisht zhurmës dhe kaosit të krijuar, kryetari i Kuvendit Niko Peleshi vijoi fjalimin hapës të sesionit pa ndërprerë seancën. Sesionin e dytë të legislaturës së 11. Ju uroj një vit të mbar, shëndet. Në fjalën e tij, Peleshi theksoi se do të vazhdojë ta ushtrojë funksionin me paanësi, duke nënvizuar se Shqipëria ndodhet tashmë në një fazë të re në raport me Bashkimin Evropian. Sipas tij, vendi ka kaluar nga procesi i integrimit në procesin e anëtarësimit, çka kërkon bashkëpunim dhe konsensus të gjerë politik. Shërbime publike dhe infrastrukturës. Kreu i Kuvendit vuri në duke se objektivi kryesor mbetet mbyllja e negociatave teknike deri në vitin 2027, ndërsa shtoi se Kuvendi ka rol kyç në ruajtjen e ekuilibrave kushtetuese dhe në mbështetjen e reformës në drejtësi. Si kryetari i Kuvendit do të vazhdoj të ushtroj detyrën me përkushtim dhe paanësi. Europa ka qenë fokusi kryesor i veprimtarisë sonë dhe do të mbetet i tillë. Shqipëria sot është në një fazë të re, fazën ku nuk flasim më vetëm për rrugtim, por për hyrje. Një proces integrimi nga procesi integrimi në proces anëtarësimi. Ky ndryshim kërkon më shumë përgjegjësi, më shumë koordinim institucional dhe një konsensus politik më të gjerë për çështje strategjike. Objektivi ynë është i qartë, mbyllja e negociatave teknike brenda vitit 2027. Midis tensioneve, fjalën e mori dhe kreu i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Taulant Balla, i cili tha se Shqipëria tashmë është partnere e besueshme për SBA-n. Në sesionin e ri parlamentar, Balla tha se opozita nuk e ka mirëpritur këtë lajm pozitiv për vendin, teksa i dha ultimatum për reformën zgjedhore dhe territoriale. Kuvendi i Shqipërisë sot mblidhet në këtë sesion të dytë në një moment të jetë pozitiv dhe krenarie në arenën ndërkombëtare për Shqipërinë, e cila sapo është ftuar të marrë një tjetër rol të pa imagjinueshëm pak vite më parë për Shqipërinë tonë, sikurse është ftesa e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, i cili e ka ftuar personalisht kryeministrin Edi Rama dhe përmes tij Republikën e Shqipërisë t'i bashkohet një organizmi të ri ndërkombëtar, të quajtur Bordi i Paqes. Do të vlerësoja maksimalisht që dhe Partia Demokratike apo ajo që ka mbetur nga dikur Partia Demokratike ta vlerësoj këtë moment të rëndësishëm për Shqipërinë. Ndërkohë, duke qenë se deputetët e opozitës, duke përjashtuar këtu deputetët e 3 partive të reja, nuk pranuan të ulen në ulset e tyre në Kuvend, Balla paralajmëroi edhe një herë kampin përballë se nëse nuk paraqiten në komision, reforma do të nisë dhe pa praninë e tyre. Nëse deri javën e ardhshme nuk paraqiteni në komision, ne do të bëjmë ndryshimin e vendimit, sepse ju po shkelni në mënyrë të njëanshme. Doni të vini të bëjmë reformën zgjedhore, jeni të mirëpritur deri javën e ardhshme. Nëse nuk vini deri javën e ardhshme. Me kërkesë të kreut të grupit parlamentar të Partisë Socialiste, Peleshi hodhi në votim projekt ligjet, të cilat janë miratuar me votat e Partisë Socialiste. Kështu u mbyll seanca e parë e vitit 2026, mesazheve për integrimin evropian nga ana e mazhorancës dhe protestave të forta nga opozita, duke sinjalizuar një sesion parlamentar që pritet të zhvillohet në një klim të ngarkuar politike. Kështu ka nisur seanca sot e parlamentit për vitin e ri 2026 dhe për hir të vërtetës opozita e mbajti fjalën, kishte paralajmëruar që do të ishte një seancë e zhurmshme ku ajo natyrisht do të vazhdonte të protestonte edhe brenda sallës parlamentit, ashtu siç ka bërë dhe vitin e kaluar, duke rritur në këtë mënyrë tensionet politike edhe brenda parlamentit të Shqipërisë. Por në fakt këtë dobëson më shumë një strategji e tillë, ndërkohë që me njerë pas parlamentit, Zoti Berisha ka vajtur edhe përpara mbështetësve të tij tek kryeministria në atë që tashmë është bërë e përjavshme çdo ditë të hënë, duke paralajmëruar edhe
grumbullimin e datës dhe mitingun protest të datës 24 janar, i cili, sipas zotit Berisha, duhet jetë një miting që do të trondisi regjimin e zotit Rama. Por në këtë fillim të kësaj jete parlamentare, ku janë pozicionuar palët politike dhe çfarë paralajmëron për këtë sezon të ri politik në vend. Do të flasim për këtë sot me Ipsen Elezin. Përshëndetje Ipsen, mirë se erdhe sonde në 3D. Është me mua gjithashtu Arben Meçe, përshëndetje Meçe, mirë se erdhe. Është gjithashtu me mua edhe Zyluftar Bregu, përshëndetje Bregu, mirë se erdhe. Flogert Muça, gjithashtu është me mua, përshëndetje Flogert, mirë se erdhe. Ndërkohë që siç e ndoqët dhe vetë ka pasur në parlament atë moment 20 minuta ka zgjatur i gjithi, pjesa më e madhe e opozitës ka qenë tek foltoria, ndërkohë që kryetari i parlamentit Niko Peleshi ka mbajtur fjalimin e tij hapës në parlament, por kur ka dalë jashtë ka qenë kryetari i grupit Gazmend Bardhi, i cili është shprehur për gazetarët. E ndjekim këtë material dhe kthehemi në bisedë. Dua në emër të grupit parlamentar të Partisë Demokratike të dënoj sjelljen e kryetarit kuvendit që ka zyrtarizuar bunkerizimin e kuvendit në mbrojtje të korruptuarve dhe sa kohë mazhoranca ka vendosur ta shndërrojë në këtë godinë në bunkerin e të korruptuarve, deputetët e opozitës nuk mund pranojnë kurrësi funksionimin normal të kuvendit. Bunkerizimi i kuvendit në mbrojtje të korruptuarve ka quajtur Gazmend Bardhi. Ipsen, një koment të parë në lidhje me, le të themi, këtë protestë që duket se ka këtë arsyetim që zoti Bardhi e dha përjashta përpara mediave. Përmendet pak më përpara që skena të tilla dhe përplasje të tilla kanë ndodhur në Parlamentin Shqiptar edhe para një viti, një tip proteste e vazhdueshme, nuk do lejojmë që të zhvillohen, ndërkohë që miratoheshin ligjet dhe miratohej deri te buxheti që është gjëra më e rëndësishme, duke mos marrë vesh asgjë se çfarë ndodh. Nëse opozita vazhdon të ketë, domthon, protesta jo se nuk është e vlefshme dhe nuk është një mjet shumë i rëndësishëm në demokraci. Po protesta është edhe se si përdoret. Protesta përdoret për të arritur një rezultat të caktuar. Kur ti vazhdon edhe realizon protesta të kësaj natyre, që vetëm nuk realizon qëllimin tënd ose objektivin tënd, po i lë shumë mundësi kundërshtarit që të miratoj ligje, të kryej veprime, cilat nuk merren. Ato do miratoheshin edhe sigurisht ata rrinin urt dhe opinioni publik, betejë ndodh për opinionin publik, se gjykatësi është opinioni publik në fund. Janë njerëzit që votojnë. Në qoftë se ti kundërshton veprimet e tyre dhe bën zhurmë ndërkohë që ato miratojnë veprimet e tyre, sepse ky është misioni i një parlamentari, të kundërshtojë me baza, me logjik, do të thosh ti nuk pyesin ata kanë forcën e kartonit, ndërkohë që ti duhet ta realizosh detyrën tënde, unë besoj që ti pak a shumë ke sqaruar dhe opinionin publik me atë çfarë po ndodh. Nëse nuk e bën këtë, atëherë je në shërbim në favor të atij që po bën dëmin, në rastin konkret të opozitës. Një jetë normale parlamentare ku deputetët e opozitës do ngriheshin, do diskutonin, do shprehin kundërshtitë e tyre në lidhje me një ligj të caktuar, ai ligj do miratohet. Ndërkohë që betejë kryesore opozitës tashmë nuk është më për ato ligje që kalojnë apo nuk kalojnë në parlament, por është një betejë, siç thon ata, që ka të bëjë me sistemin dhe me këtë sistem që po mbron të korruptuarit. Po nëse flasim për një sistem, sistemi ka disa tipare. Tiparet e sistemit kush janë? Që mohon votën. Diti në një për këtyre të ketë respekt për votën që dalin edhe do të mbrojnë votën para asnjë s'kan respekt. Të gjithë nuk janë produkti votës një. Po të ishin këto kaq dashnor të flak të votës, nuk do bënin listat me 1/3 mbyllura që ja dhanë 6 deputet në tavolinë e Tiranës. Por janë 6 deputet, kape lapsin dorë, 6 minimalisht, po them. E dyta, unë jam shumë dakord që kjo duhet ndodh. Kjo mund të ndodh, kur mund të ndodh? Kur jep rezultat dhe paralelisht me ty është popullin shesh atje për rastin e Belinda Ballukut. Në qoftë se një zëvendës kryeministre dhe ministre e rëndësishme, akuzat cilat i kanë ngret shtypi, i kanë ngret gazetarët, investigues, i kanë ngret portalet, akuzat që i kanë ngret opozita, janë akuzat cilat në një farë forme po vërtetohen edhe nga SPAK për shkak se SPAK ka filluar një procedim penal dhe SPAK nuk mund ta fillojë kot një procedim penal sa të kërkoj heqjen e imunitetit në parlament të zëvendës kryeministres,
Fakti që Edi Rama e blokon, pra blokon një nisëm, a i thot unë e blokoja për arsyet kësaj, dëmën të fakti që s'pak ka kalu kompetencat, s'pak, dëmën po, çështja nga tresin e çështja në gjykat. Por njerëzit me moral, në momentin që ju kërkohet një heqje, një imuniteti, vetë deputeti duhet thot po. Sepse nëse vetë deputeti nuk kur ka një akuzë penale të tillë, se nuk e ka, pse është imuniteti i deputetit? Është për të mbrojtur jo nga çdo shpifje, në rastin konkret nuk është shpifje dhe nuk janë në raste, në rastin konkret është institucioni më i rëndësishëm. Spaku i cili tash ne nuk e dim se është një dosje e madhe aty. Vetmja gjë që i shërben deputetit imuniteti është pikërisht për kufizimin e lirisë së tij. Sepse të gjitha tjerat mund t'i bëjnë pa po këtë po them pra në rastin që mund të akuzohet për në rastin që mund të akuzohet për një shpifje. Po, se hyn tek çështjet e lirisë. Në rastin që mund të akuzohet për një shpifje, në rastin konkret nuk duhet vetë deputeti duhet shkoj ta dorëzojë imunitetin. Po të funksionojë minimalisht kodi moral, e dyta, nëse deputeti refuzon, atëherë janë kolegët e tij që thonë prit zotëri se këtu ka një kod moral minimal që ti duhet shkosh ta dorëzosh, dhe e treta nuk po ndodh me mazhorancë. Nuk ekziston kodi moral. Çfarë duhet bëjë opozita? Në rastin konkret opozita pse është e dështuar? Është e dështuar sepse nuk e kanë ndjek njerëzit atje në shesh. Sepse kjo nuk bën protestat kështu me porosi që çdo mi bosa Berisha. Protestat bën kur njerëzit kanë besim të opozita, në momentin që opozita qohet dhe e kundërshton, dalin gjithë njerëzit në shesh, se nuk ka çfarë ndodh më shumë. Iku të vëndës kryeministri parë, more dytin për ndeshëm, tiki dytit, do të thotë që këtu nuk është më zgjedhja e gabuar e Edi Ramës. Atëherë nuk që ka faj opozitës, si shtu ati, është faj popullit. Është faj popullit, unë po them faj popullit për çfarë? Që s'del, nuk proteston. Po sepse populli i fut të dy palët i ka fut në një fokus, të dy janë palët korruptuar, atë. Atëherë pse do dalit një palë korruptuar, ti ndjeki një hajdut për të sulmuar një hajdut tjetër. Kështu e konsideron populli që s'del. Kjo është arsye apo thua? Ka arsye, po jo, mund të gjesh arsye tjera? Jo, unë e shtrova si zylftar. Mendoj që opozita është në të drejtën e vet për të protestuar për atë që ajo e konsideron një ngadalësi protokollare për të parë për t'i kthyer përgjigje Spakut në lidhje me kërkesën për heqjen e imunitetit të zëvendës kryeministres. Dhe gjithë edhe ekspertët dhe përvoja e kaluar e kuvendit të lë të kuptosh që shpejtësia me të cilën kuvendi po e shqyrton këtë kërkesë është përtej protokollit normal. Sigurisht ky është një vendim politik i mazhorancës, kryeministri e ka thënë që ne nuk do ta shqyrtojmë në kuvend kërkesën e Spakut pa e shqyrtuar gjykata kushtetuese. Pa dhënë vendimin gjykata kushtetuese në lidhje me pezullimin. Me pezullimin. Dhe në këtë pikë opozita është në drejtën e vet që të formulojë akuza të kësaj natyre për dy motive. Së pari për të denoncuar, po themi, kuvendin e Shqipërisë, i cili sipas opozitës ka dalë jashtë rolit të tij dhe është kthyer në një shtojc të ekzekutivit, dhe së dyti për të demonstruar atë që ajo e konsideron mbështetja ndaj Spakut dhe ndaj GKK-s në nismën në dosjet e Spakut dhe të GKK-s kundra korrupsionit dhe krimit organizuar. Çfarë fiton opozita në këtë lloj lëvizje? Po përpiqet të fitojë ç'të mundet në ndërkohë që ky parlament ka disa çështje që janë të shtruara dhe që në fakt presin edhe opozitën tjetër aty brenda. Reforma për ligjin, për reforma elektorale, reforma administrative, që janë dy çështje për cilat dhe balla paralajmërohet. Ne ju presim deri javës tjetër, në rast se nuk vini, atëherë ne do ta vazhdojmë vetë. Dhe mund ndodhi e njëjta histori siç ndodhi në reformën elektorale në 2014-ën, që opozita atëherë kësaj radhe mazhoranca nuk duhet të bëjë këtë sjellje të tillë, sepse një nga kushtet për antarësimin në Bashkimin Evropian është një dialog normal politik me të gjitha aktorët dhe faktorët, sidomos me opozitën kryesore, siç është Partia Demokratike. Pra, një përjashtim i opozitës nga këto reforma kaq të rëndësishme, nuk ka rëndësi. Sa ta thonë ftesën e keni, hajdeni, uluni në tyre. Ai që ka pushtetin duhet të jetë më tolerant për ta përfshirë atë që është kryeneç, po themi, në tryezë, në mënyrë që reformat të jenë jo vetëm konsensuale. Edhe kur të kërkon vendin kundërshtari,
pra thot më jep kryeministrin tavolinë? Po, Se ka ca limite dhe kjo tani. Patjetër, po nuk mendoj që opozita është në fuqinë e saj për ta imponuar këtë gjë, sot për sot. Po për ta vonuar procesin qënka. Po në qoftë se kryeministri thot që me opozitën mirë, po pa opozitën po aq mirë, kjo pastaj nuk është gjuhë politike. Kjo nuk është gjuhë politike për të ulur në tryez me përfaqësuesin e një sasie të madhe të shqiptarëve, nuk ka rëndësi shifra 400, 500 apo. Kështu që duhet gjetur gjuha në mënyrë që reformat kaq të rëndësishme të jenë konsensuale, të konsultuara. Qartë, po në qoftë se opozita, si thuash, përplasjen e ka për atë çfarë shtrohet për reformën. Ndërkohë që opozita a priori nuk merr pjesë tek komisioni i reformës, sepse thot unë e shikoj këtë parlament si një fasad, e shikoj si një bunker të korruptuar. Janë mekanizma protestues, janë mekanizma ose sjellje inati se opozita ka treguar që ka marrë pjesë në komisionet paraprake të këtyre reformave që thamë, ka bërë dhe marrëveshje. Pavarësisht se kanë qenë në kulmin e protestave. Që do të thotë që gjuha gjendet, gjuha e komunikimit, por lipset një lloj përunjësie, po themi, e atij që ka pushtetin për ta marrë në tavolinë dhe opozitën, duke respektuar dinjitetin e saj. Jo, për të vazhduar atë që thotë profesori, kemi dhe precedent tjetër ne me zotin Lulbashi, që Luli e braktiste, Rama e votonte dhe Luli e legjitimonte, pra e konfirmonte. Pra kemi parë dhe nga këto skema, për shembull reformën që kemi sot territoriale, ka ndodhur kështu. E braktisi dhe pastaj e zbatoi dhe e vazhdoi dhe e legjitimoi dhe u pajtua dhe pra mund të jetë dhe kjo skema, po dëgjoj. Unë nuk mendoj se kjo që shohim do të jetë ajo çfarë do. Jo, po ndodh për arsyen që po flas. Ata zotrin që janë poshtë aty që e bëjnë me dorë nga zonja Balluku në këtë rast, nuk kanë asgjë me zonja Balluku. Ka një narrativ opozita më. Jetojmë në një regjim, jetojmë në një narkoshtet, dhe për këtë duhet që e dramatiki, bëjmë një qeveri teknike dhe mas një viti shkojmë zgjedhje. Ky është mesazhi. Pastaj Velia, Belinda, Dreqi dhe Ibiri janë instrumenta që këta përdorin për të rritur presion ja dhe ky dhe ja dhe ajo, se kanë dhe këtë konfliktin që para ditë e burri mirë spaku, mbas ditë e burri keq se du të shkoj doktori. Pra, i harrojmë të gjithë këto hetimet e spakut. Hiqi këto. Kali i betejës doktorit është narkoshteti. Dhe ne ishim përgatitur që pas Maduros, radhën e ka Ramaduro, apo? Pra, ky është fabula, ky është mesazhi dhe mbi këtë po ngrihej e gjithë makineria e frymëzuese për 24 janar. Në manekinët në bulevard përpara kryeministrisë, Rama është i veshur si Maduro në momentin e ekstradimit. Pra, dhe sot, edhe unë tisha në vendin e tyre të jem krejt i sinqert, do isha po aq i ndinjuar dhe diku do shfryja, dhe në këtë rast do shfryja ndaj Këshillit Ministrave aty lart, sepse gjithë investimi disa javor që pas Maduro se ka Ramaduro dhe me një farë të drejtë, sepse kishte një periudhë relativisht të gjatë që duke sikur marrëdhëniet ose komunikimi mes qeverisë dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, ngarkuarës me punë këtu ishin të ndërprera, në harkun e pak ditëve ka ndodhur 2 tragjedi. Po bravo, nuk po zgjatem më shumë, se e di, se e pash atë prezantimin tënd. Por thelbi është ky, këta zotrinj këtu janë aty sepse janë në siklet dhe janë të zënë ngushtë. Sa i përket reformave, Rama ka bërë një ndryshim prap që lidhet sërish me ato rregullimin e atyre marrëdhënieve që do flasim më vonë. Pra, pas rregullimit të atyre marrëdhënieve, Rama ka filluar dali me kipën pas Kuqan, ka filluar të flasi për siç tha profesori që po erdhën kipe, i thoshte sot Rakip Sulit. Po citoj Ramën. Pra ka dalë në përparqe tani, ka filluar atë sjelljen e tij të natyrshme, sikur çdo gjë e kanë tërësi. Kishte javë dhe muaj që nuk e bënte. Ishte zhdukur. Nuk e di pse sjellja e Ramës ka ndryshuar katërsipërisht, qetësia i është rikthyer dhe ka një garanci që thotë po erdhën mirë, po s'erdhën dhe më mirë. Tani, e di çfarë më kujton kjo mua? Më kujton 2019-ën Alban. Kujton me zgjedhjet lokale. Bravo.
Sepse ishte ajo apo me braktisje me zgjedhje lokale. Dilte pa loka dhe thoshte po bën zgjedhje, mua nuk më shihni më në politikë. Është deputet sot më duket? Po. Jo di pa loka, s'është më deputet, apo është? Jo, nuk duhet ishte po thot Ibseni. Pra, çfarë dua të them? Atëherë ishte një profesor i lartë amerikan që nuk po më vjen emri, një me mjekër me syze. Kështu që thoshte ne njohim zgjedhjet. Pra, nga i merr Rama këtë garancinë që po erdhët mirë, po s'erdhët dhe më mirë. Çfarë ka ndodhur gjatë këtyre kohëve që Rama del dhe flet tani me këtë lloj sigurie? Deri dje ishte thiu dhe duket sikur kërkonte nga Sali Berisha të kërcenin bashkë tangun për thënë që ne mund të bëjmë edhe do bëjmë çdo gjë bashkë. Pse tani Rama ka një lloj arrogancë dhe një lloj na gëzuar tek e dyta që ka të bëjë me ftesën e Donald Trump, po do durojmë. Po kjo i ka caruar këta? Qartë. Dhe ti do na thush sa më tepër me që e hape këto pyetje, besoj përgjigje do japësh vet. Besoj se disa në lidhje me këtë, po ta dëgjoj dhe Meçën. Gjere sot ishte inercia në rënje e dukshme tani e aksionit opozitar. Nuk është kjo opozita. Kjo është opozit në rënje. Një opozit e sfumuar tashmë, e cila deri në datën 24 do vazhdoj aksion të kësaj natyre, po të qeta, kjo ishte e qetë. Si ishte kjo protesta? Protesta e tyre sot do të ishte ka përzimi gardit, zënje me opozitën, zënje i keni parasysh. Në më thënë, për para 10 ditësh, s'kenë kemi të qartë. Ishim në vigjilje të një proteste që do bënin, dhe përgjithësi strategjia e Berishës është 2 ditë, 5 ditë para protestës, të parët që e nxefi situatë dhe në deputetet. Protestat e Bashës tutin parlament kanë qenë agresive, kanë qenë dhunshme me vezë, me gjëna. Jo, po thotë edhe protestës kaluar të opozitës, e cila ju parapri përplasje në parlament. Tashmë se pate për këto të opozitës dikush. Te Berisha, si janë fare te Basha, te Berisha. Ka qenë, edhe Berisha që dhe atere, strategjia njëta ka qenë. Atër ishin të dhunshëm, tash janë më të edukuar. Jo, edhe tani të dhunshëm, mashallah të dhunshëm, ishi radhën e parë, kapën podiumin, atje u zunë, sulmuan, u përjashtuan fillimisht 30 vetë, pas e u la 5 vetë. Po Paloka në kohën e doktorit të kujtohet që kishte edhe shiringën kështu? Që edhe shiringën. Kohën e Bashës. Shumë i qetë. është ndryshu aksionin. Kohën e Lulit pra. Se nuk e bën ajetë. Tani është shumë i qetë. Se thënë kohën e doktorit. Jeshtë dënë tjetër kuj detyra. Okej, Jeshtë dënë, pra jemi në kushtet ku opozita përfundimisht bas 24 do thejt normalitet. Do i thejt normalitetit? Do i thejt normalitet, sepse ka kuptuar përfundimisht, jo ka kuptuar, por nuk ka rrugë tjetër më, sepse deri dje, dhe më thëmë deri para 2 ditësh, plota antiqeveritare etike e skandalizuar ishte në përmasat ose në kulmin agresivitetit vetë. Ne të prisin datën 20, kur Rama do të mirë e forcërisht të shpjej në Amerikë. S'ka data 20 akoma. Kushe ka thënë këta burse, këta janë të që e mbosi pun prallash këtë. Po, pikërisht për tani, sepse... E thot dikush tjerë të përdorin duke i... Që atë thonë për Facebook dhe në rrjetet sociale, gjithë farloj, portali, kod, së është për të marrë seriozisht. Ndjesë shumë meqe. Mund të thot një gazetar që ka një lloj autoritetin, kuptimin, njëri prej nesh, nuk ka rëndësi, pastaj e marrin ustallarët politik dhe quajnë si fakt kryer që s'ka dal nga ne, këtë po e thonë gjithë, thonë ata, janë truqe këto. Nuk është sa kështu. Në Shqipëri ka kohë që ishte instaluar një infrastrukturë e tërë, njerëzore, materiale, bazë financiare, logjistike, e cila po punon me skemën e Goebbelsit në Gjermani të përpunimit të opinionit brenda një skenari absolutisht qartë, të skemë ruse, është financim rusi pastër. Është një nga instrumentet kryesore i sot Rusia po përdor jo vetëm në Shqipëri, e ka përdorur në Gjermani, e ka përdorur në Amerikë, ka përdorur në Francë, ka përdorur në Itali dhe NATO ka ngritur një saksion të posaçëm për të kundërpërgjigjur me strategji qartë pikërisht kësaj lloji strategjie. Ajo ka qenë shumë efektive në Shqipëri dhe fillon që nga prezenca e doktorit në një moment dhe zbret deri tek celulari jonë i cili është i mbushur absolutisht me të vërteta, gjysmë të vërteta, me manipulime, me gjysmë manipulime të cilat, kur i vinë opinioni publik në mënyrën absolutisht shkencore, prodhojnë atë që me të drejtë, deri dje, tha Logerti, ne nuk po e shifnin qeverinë të reagon të askush.
për herë të parë po shohim këtë javë që jo vetëm Rama, se nuk është vetëm Rama që paragon, po shikosh shumë aktor politik Partisë Socialiste kanë filluar tashmë paragojnë. Pse paragojnë? Sepse goditjen e parë dhe e pritshme ishte letra e presidentit Trump. Dikush mund mendoj që kjo letër e presidentit Trump erdhi 2 ditë, në fakt nuk ka 2 ditë. Sepse ajo është në një proces që ka mbi 6 muaj që po përgatitet, që në momentin kur presidenti Trump u fut në konfliktin e Hamasit me Izraelin, dhe që nga i moment u realizua paqja dhe u skenizua mënyra se të menaxhohet paqja. Tani. Dhe në këtë kuadër, se duhet dalë tek skema, nuk do futem te Trumpi se ka mua më duhet, do futemi direkt atje, mua më duhet të kalojmë publicitet, prandaj këtë të mbyllim shpejt. Pra me fjalë, ngjarja goditi në themel skemën. Cilën skemë? Skemën që sa po thash tani. Atë rusen. Atë rusen, e cila është absolutisht influente në Shqipëri. Sa e ka pasur opozita, protesta, ashtu të tilla, gjithmonë i kemi futur rusët në lojë. Absolutisht. Dhe kjo më duket pak konspirative mua. Unë nuk fola për protestë, bile më fal. Unë tani thash që nuk ka protestë. Jo. Po të thonë ishte protestë. Unë thash, skema... Tani është futur antidoti, thua ti. Skema, jo tani, ma për bënkon në Shqipëri. Por u bë, do mos në këtë 2 muaj, u bë të mërësisht agresive. Ju nuk i keni, me gjithë se unë them ju, i keni ndjekur për mrekulli mediat. Në mediat shqiptare, mbi 80% ishin pjesa e kësaj skeme. Me aktor, me infrastruktur, me pagesë, me të gjitha. Ishte e të mërshme kur bënjë analizën. Se ne kur dalim në media, nuk dalim thjesht vetëm për të folur, por edhe studiojmë media. Do qëndrojmë këtu dhe do ma shtjellosh pak, sepse dua ta kuptoj dhe unë këtë 80% që në skemës që ka qenë kështu si thua ti. E vazhdojmë pas pak bisedën, publicitet rikthehemi. Në një moment kur vëmendja ndërkombëtare mbetet e përqendruar në disa pika në botë, Shtetet e Bashkuara kanë ndërmarrë një nismë të re politike dhe diplomatike për administrimin e fazës së pas luftës. E në këtë kontekst, Shqipëria është përfshirë në një strukturë të sapo krijuar, duke u rreshtuar me së vendeve që pritet të kenë rol në proceset e stabilizimit dhe rindërtimit. Kreu i qeverisë shqiptare Edi Rama ka bërë të ditur përmes rrjeteve sociale se ka marrë një ftesë personale nga presidenti amerikan Donald Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në të ashtu quajturën Bordi i Paqes, një organizëm i ri ndërkombëtar i ideuar nga Shtetet e Bashkuara. Sipas Ramës, kjo strukturë do të ketë përgjegjësinë në qeverisjen e rripit të Gazës pas përfundimit të luftës mes Izraelit dhe Hamasit. Rama thekson se Shqipëria është ftuar me statusin e anëtarit themelues të këtij bordi, duke cilësuar përfshirjen si një vlerësim të rëndësishëm ndërkombëtar për vendin. Në reagimin e tij publik, Rama shpreh mirënjohje për ftesën dhe elitat me nivelin e marrëdhënieve mes Tiranës dhe Washingtonit. Në mesazhin e publikuar, kryeministri shprehet se ndjet i nderuar nga ftesa e presidentit Trump për të qenë pjesë e një organizate të re ndërkombëtare, ku Shqipëria sipas tij renditet mes vendeve themeluese. Ai e përshkruan këtë zhvillim si një tjetër hap simbolik në rritjen e profilit të ndërkombëtar të Shqipërisë dhe në forcimin e partneritetit strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shumë i nderuar nga ftesa personale e presidentit Trump për të përfaqësuar Shqipërinë në Bordin e Paqes, një organizatë e re ndërkombëtare e ideuar prej tij, ku Shqipëria ftohet si antar themelues, duke ngjitur kështu ndërkombëtarisht një tjetër maj krejt të paimagjinueshme vetëm deri pak vite më parë. Megjithatë, njoftimi i Ramës ka marrë një lexim politik në planin e brendshëm. Ftesa nga presidenti amerikan vjen edhe në një kohë kur Partia Demokratike pretendon vazhdimisht se kryeministri ka marrëdhënie të tensionuara me administratën republikane dhe se nuk mund të udhtojë drejt SBA-ve. Ndërkohë, detajet mbi funksionimin dhe përbërjen e Bordit të Paqes nuk janë bërë ende plotësisht publike. Zyrtarisht është bërë ditur se do të ekzistojnë 2 struktura drejtuese të nivelit të lartë, si Bordi Ekzekutiv Themelues, i cili pritet fokusohet në investime dhe diplomaci, si dhe Bordi Ekzekutiv i Gazës, që do të ketë përgjegjësinë e mbikëqyrjes së punës në terren. Ky i fundit do të koordinojë veprimtarinë e Komitetit Kombëtar për Administrimin e Gazës, strukturë administrative e krijuar për menaxhimin e procesit pas konfliktit. Mirë, jemi kthyer pas kësaj, në fakt është pikërisht kjo ftesë e cila ka rindezur një debat tjetër që lidhet me marrëdhëniet e kryeministrit të Shqipërisë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe sidomos me administratën Trump. Ka pasur gjatë gjithë kësaj periudhe vëzhgime në lidhje me ftojen e marrëdhënieve dhe madje kanë shkuar deri në atë cak që e përmendi pak më parë Flogerdi, kur mendohej që Shtetet e Bashkuara ja kishin hequr vizën jo shqiptarëve, ja kishin hequr vizën
kryeministrit Edi Rama. Në fakt, kjo ftesë e Donald Trumpit personalisht për kryeministrin Edi Rama, duket se në një lloj kuptimi e ka thyer këtë narrativ. Megjithatë, për më shumë se sa kaq unë po lë meçen, flogertin dhe natyrisht edhe debatin në studio. Atëherë, ngjarja e letrës nuk është ngjarje e prodhuar 2 ditë, sepse është një skenar i tërë që natyrisht dirigjohet nga Shtetet Bashkuara të Amerikës në mënyrë posaçme nga presidenti Trump. Flitet për 3 komisione të cilat nuk janë që u prodhuan brenda ditës, sepse aktorët brenda komisionit vetvete janë jo vetëm figura të politikës ndërkombëtare, po janë personalitete të cilët janë zgjedhur për kryen një misioni të madh, sepse paqja palestineze e izraelite është ngjarja më e madhe e shekullit, do të thënë. Kemi gjithë shekullin që vetëm po dëgjojmë luftë midis tyre. Dhe ai që mori përsipër ta zgjidhë të çështje, ta zgjidhë në një mekanizëm të panjohur deri më sot, nëpërmjet 3 komisioneve, kur njëri është komisioni i brendshëm që është përgjithsisht me palestinez, tjetri është komision teknik ku mbledh gjithë teknicienët që ekzistojnë sot në botë, ndërsa tjetri që po diskutojmë tani është politik, dhe ki parasysh që politika është ajo që i dirigjon gjithë procesin, dhe në këtë kuadër vjen tani te skema shqiptare. Rama që kur domethënë që edhe ta shpërndajmë bisedën, po të bëj një parapritje kjo, duke përdorur gjithmonë komentet që ka pas opozita. Njerëzit të cilët janë skeptik, jo vetëm opozita në këtë rast. U shit sikur kjo ishte një ftesë personale vetëm për Edi Ramën. Morën vesh që në fakt nuk ishte për Edi Ramën, por ishte për një sër shtetesh, duke filluar që nga Paraguay, duke shkuar tek Bielorusia, duke vajtur te Rusia e kështu me radhë. Nuk ishte vetëm për zotin Rama kjo. Po të ishte vetëm për zotin Rama, atëre mund të kishte një, le të themi, një super egzaltim për këtë riafrim dhe për këtë marrëdhënie personale. Fakti që ajo ftesë i ka vajtur shumë vendeve të botës, po them që e relativizon këtë. Ja, ta ashu dhe breku dhe që të... Ta mbaroj një, sepse më duhet arsyetimi, pastaj të vazhdojmë me këtë gjë. Okej. E vazhdojmë breku edhe më falë, pse nuk duhet të mika i ide, sepse unë atë e shoh shumë të rëndësishme. Pavarësisht pyetjes që më bën, që flitet jo vetëm për Ramën, unë këta jap një përgjigje shumë thjesht në Ballkanin perëndimor, në këtë Ballkan që njohim ne, ka ndonjë të dytë? Ka ndonjë ftesë tjetër? Ja, me sa di unë jo. Kaq mjafton për mua që ti them faleminderit që na zgjodhe ne si Shqipëri, për të mos vajtur pastaj në Honolulu, në Hong Kong e tjerë, nuk më punë, në Ballkan. Që edhe Greku. Greku është i NATO, Greku është pjesë, është aleata, është aleat strategjik. Si, edhe Greku Ballkan është. Është antar i BE-s nuk... Ballkani perëndimor... Kur flasim për Ballkanin perëndimor, flasim për pjesën e... Ballkani, jo se the Ballkanin perëndimor. Ballkani perëndimor, thash, edhe i qartë. Çështja është që Rama e ka ditur prekoshin që tillë. Sepse natyrisht është propozuar, është debatuar, është lobuar, edhe është lobuar. Qartë. U tha dhe kjo që ishte Kushner dhe Tony Blair, ata të cilët... Po më dhe është lobuar, por Trumpi nuk është nga ata që bie viktime lobimit. Të paktën tashmë në 2 vjet që ai është në presidencë, kemi parë një person praktik që nuk bën kompromise me lobimin. Ai bën kompromisin me misionin. Cili është misioni Ramës do ta shohim, po nuk është në diskutim kjo për mua. Po Rama në këtë 2 muaj, në heshtje të plot, ka lënë të gjithë të buburrejtëse të buburojnë duke prodhuar skena nga më të tmerrshme në Shqipëri. Ku Shqipëria edhe pak ditë kishte të futet në zgjedhje lokale. Më falni, zgjedhje përgjithshme. Do të bëjë qeveria teknike. Ne kemi diskutuar në të gjithë mediat diskutojnë kjo. Dhe Rama i la të flisnin. Pse i la? Sepse nëse do të shkatrosh një gënjeshtër, leret egzagerohet. Leret për masat e saj hiperbolike, dhe pastaj çfarë ndodh? Ndodh vetëm një letër dhe rezultati kjo opozitë sot. Dhe prandaj thash inerci. Kjo tashmë javës tjetër do futet në komisione, do ta bëjë protestën, po protesta ka dështuar që tani sepse Ramorali i bëhet protestës dhe Berisha dita lexojnë gjë të tillë. Dita lexoj. Kështu që në këtë kuadër që ta mbyllun skema ruse, që është një formë e re e luftës të sotme, që është skema nëpërmjet dezinformimit, pësoi një goditje të jashtëzakonshme. Po çfarë ishte dezinformim? A mund na e thuash?
sepse këtu opozita, pavarësisht se lëshon 7.000 rebeshe mbi SPAK-un, në fakt, opozita ka operuar mbi aksionet e SPAK-ut. SPAK-u ka shpallur akuza, këta ka reaguar. SPAK-u ka shpallur të pandehur, këta ka reaguar. SPAK-u kërkon masa kufizuese për lirinë e personit, këta ka reaguar. Pra, cilat janë gënjeshtër? Cila ishte gënjeshtër? Gënjeshtër nuk është fakti që SPAK-u kërkon mandatin, arrestimin e Belinda Bollukës. Nuk është gënjeshtër, është fakt. Është fakt. Po gënjeshtër është që marrëdhëniet e Edi Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës jo janë zero, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës po përgatitin rrëzimin e Ramës. Gënjeshtër është fakti që do prodhohej më njëherë qeveria teknike. Gënjeshtër është fakti që jeta e kësaj qeverie dhe e Ramës ka mbaruar dhe tani pritet. To janë gënjeshtra. Ka dhe të tjera. Këto s'ka nevojë për rusët që të ashu. Domethënë, mendja e atij i cili synon pushtetin thotë se ka një goditje, 2 goditje, 3 goditje, jemi shumë afër rënies së kësaj qeverie, një qeverie teknike zgjedhjet para kohës. Se duheshin rusët tani. Që në qoftë se 80%, 90% e mediave shqiptare diskutonin faktin e kryer që Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rama ishin në zero, kjo nuk është e rastishme. Mbi 80% e mediave diskutonin këtë gjë. Dhe në auditore të gjithë binin dakord, ishin sinkron, kjo është periku. Nuk është e rastishme, zotri. Nuk është dëshirë. Është mision. Dhe kur futesh tek misioni, e shef që kur hap celularin, hapin çik celularin, tani do shohësh që mbi 80-90% e informacionit që të vjen celular në mënyrë natyrshme, që ti nuk kupton. Ne jemi që i kuptojmë sepse merrem me këtë punë, por i qytetari thjesht që ndodhet atje në Ar apo kudo që ndodhet, ai lexon atë. Kjo është pjesë e dezinformimit. Ky është misioni. Dhe kjo nuk bëhet rastësisht. A di ti që shtëpitë të tëra janë kthyer në call centra për të shpërndarë linjat e dezinformimit? A di ti aktualisht tani në Shqipëri. Do të bësh një denoncim prokurori apo? Alba. Dhe kjo ka të bëjë me atë që unë jo pa qëllime ngrita tani, ka të bëjë me probleme sigurisë kombëtare. Dhe natyrisht është absolutisht nuk është ky call center është ai që ku del në emision dhe kur të hapësh pastaj merret një pjesë e fjalës sate, nxirret nga konteksti dhe pastaj shpërndahet nga pikërisht të qendra. Do të t'japun kanë 10 shembuj tillë. Do të t'jap atë tjetrin i cili e interpreton çdo lloj bisede në atë këndvështrim që ai do. Dhe e shpërndan pastaj nëpërmjet mekanizmi. Ka nevojë për rusët se janë taktika që i ka mësuar shumë mirë si opozita edhe majoranca për t'i bërë. Pse duan rusët tani? Janë para rusëve në këtë pikë. Sepse rusët financojnë, sepse rusët kanë një inteligjencë absolutisht të konsoliduar për mënyrën psikologjike të përpunimit të opinionit, që nuk mund ta bëj kushdo. Është shkencë kjo. Dhe në qoftë se sot do të hapësh literaturën, kjo shkencë zbërthehet në mënyrë absolute nga të gjithë personat që analizojnë këtë format të ri të luftës politike. Dhe ata di ku t'japin lekët. Ata di ku t'japin lekët. Dhe ata që marrin lekët këtu, dhe ata që janë pjesë dhe financohen, natyrisht nuk je ti dhe unë. Nuk është as logikë. Po ti di ku janë? Normal. Ju të I kemi në prekranë, i janë pjesë. Alban, ju të dyve i hoqë, mua dhe i pserin ala. Vazhdojmë. Të ti jo. Shika, e para njerë... Unë jam shumë për Amerikanë, nuk jem në Gjendet një emision televiziv, thot që financohet me $300,000, dhe shërbimi në fshet rri dhe nuk e quan gjetir që ka i në cilin të vëtet. E po e kalon Rama atëherë, që nga bashkë me Ramën këta. Dhe se i liga vetë. Financohet nga shërbimet e huaja, thot, ai deklarat në media. Kush e thot të? Del personin media, edhe e thot. Po, tani e sa... Jo, është person me integritet ai që ka thënë. Dhe tha të vërtetën që e dimne. Por nuk është detyra jonë ta bëjmë gjë të tillë, se prandaj kemi shërbim fshetë. Prandaj jemi antar të NATO-s dhe prandaj skemat dështojnë kështu siç dështojnë kjo. Edhe një xhiro nga Spaku do bën të keq. Letra që ka ardhur, për mua detyron ta strukturoj bisedën ose analizën në 2 nivele. Së pari, ka një lloj paqartësie, po themi, në lidhje me bordin e paqes. Ç'është ky bord?
cili do jetë organizimi, cili është statuti, pavarësisht se ka dalë një statut, cilat janë vendet të cilave u është quar kjo ftesë dhe cilat janë vendet të cilat e kanë pranuar këtë ftesë. Se dhe kjo është shumë e rëndësishme, se lajmet e fundit po tregojnë që Franca ka thënë që nuk do ta pranojmë. Vetë Tony Blair ka thënë që unë do ta kundërshtoj publikisht shifrën 1 miliard euro për çdo antar. Kuotë pjesëmarrje. Polonia ka thënë që ne duhet Polonia nuk është e kryeministrit, por ne do të pyesim Këshillin e Ministrave dhe Kuvendin për këtë në lidhje me këtë vendim. Pra, ka një mjegull në lidhje... Makroni doli kundër, tani mbas dite. Po. Londër shkruan që Makroni e... Po, për atë thash. Ka një lloj mjegullnaje në lidhje me statutin, me strukturën, me qëllimin, me misionin, se Gaza aty përmendet njëra dy herë. Disa analistë thonë që kjo strukturë do të rivalizojë OKB-n, siç janë këto strukturat që i ngre zoti Trump në motivet që i di ai vet. Pastaj vim tek niveli 2 i analizës, raporti midis këtij bordi dhe ftesës së zotit Trump me zotin Rama. Sigurisht që është ajo pjesë që na intereson në politikë të brendshme. Se çfarë ndodh me bordin e paqes, sigurisht është larg. Sigurisht që kjo letër shkaktoi çfarë na intereson neve, tregon kjo një marrëdhënie të afërt apo? Kjo letër shkaktoi 2 emocione në politikën e brendshme. Emocionin e një egzaltimi tek majoranca, tek kryeministri që e personalizoi ftesën e tjerë, po edhe te majoranca, dhe një lloj tronditje befasuese tek opozita. E cila në fakt reagoi shumë shpejt duke, si thuash, duke minuar entuziazmin. Sepse opozita, opozita kishte bërë një autogol gjithë të ditë, dhe këtu unë bashkohem me kolegët, që kishte ngritur një lloj drejt për drejt ose indirekt, një lloj fryme që pas Maduros do të arrestoj me trupa komando dhe Rama, që është një për mua një ëndër, jo një natë e verë, zyrtarisht në opozita, kjo është idiotësi pas. Tani, unë nuk thash që fakti që në ligjërimin politik... Ata tregonin që dhe Ramës po i vjen fundi, në ligjërimin politik, jo arrinin deri në këto skenar. Që do vini dhe do arrestonin Ramën. Po, do ta merrnin këtu, do ta ftonin me avokat në Amerikë e tjera. Këto janë skenar që kryesia, jo antarësia. Tani, kjo është një... Që do vinin këtu. Dhe kjo letër për këtë skenar... Nuk doli nga hiçi. Më fal, kjo letër për këtë skenar ishte një shuplak e fortë. Po të ishin ata më të matur në leximin e raporteve të Shtetet Bashkuara të Amerikës me qeverinë shqiptare, që duhet thënë kanë qenë shumë të ftohta kohët e fundit, dhe kjo letër nuk mendoj që i ngro, sepse marrëdhëniet e Shtetet Bashkuara me Shqipërinë janë vendimi për heqjen e vizave, janë deklaratat që kanë bërë të përsëritura dhe periodike për narkotrafikun, janë marrëdhëniet e përfaqësuesis më të lartë diplomatike të Shteteve të Bashkuara në Shqipëri, që e ka shmangur kryeministrin në takimet e saj, ka takuar opozitën, ka takuar strukturat e drejtësisë, pothuajse të gjitha, gjykatë kushtetuese. Po ka takuar Gazmend Bardhin, zotin Bardhin disa herë. Po mirë, opozita është kryetari i grupit. Dakor, po them ka shmangur kryeministri. Pra po u thyen prandaj them kronologjia. Ja ta mbaroj. U thyen në një moment dhe ndodhen sa gjëra që Po, inshallah përmirësohen, se unë nuk jam të lusë që marrëdhëniet e Shqipërisë me SBA-n të ftohen. Unë jam që të përmirësohen dhe shqyrë që të përmirësohen. Janë kryeministrit me presidentin. Por, çështja është që letra nuk e amortizon vendimin e Departamentit Amerikan të Shtetit që të heqë shërbimin e vizave për një numër të lartë të llojit vizave për shqiptarë. Jo, është për kjo e dëmton. Po nuk ka rëndësi, por unë mendoj që ato do interferojnë pasaj, do ndikojnë se komunikuese janë vizat. Do të komunikojnë me gjitha llojet e vizave. Ky ishte edhe theksimi që bëri vetë zonja Vanor në ambasada. Ne që e njohim këtë se e kemi vuajtur kur risk të procesin e vizave, kur forcohet shërbimi vizave, forcohen të gjitha, sepse
shqiptarët do të përdorin mekanizma pastaj indirekt për të përfituar atë që duan të përfitojnë. Kështu që ky është shqetësimi i shqiptarëve, kufizimi i lëvizjes së lirë, sepse siç ishte ai skenari i opozitës që ju thash, edhe nga mazhoranca kishte një lloj skenari tjetër që ne po punojmë. Kufizim të lirë për çfarë? Për vizat amerikane. Po, për vizat amerikane. Siç ishte skenari i opozitës, ishte edhe skenari i mazhorancës që ne po punojmë që vizat me SBA-n të hiqen fare. Dhe tani nga vizat me SBA-n të hiqen fare, erdhëm në një regjim të kufizuar të vizave. Ka ngritje ulje Këtë po gjykojmë, këtë po analizojmë. Bëjmë një rend gjërash ndjeso me që. Ka disa nivele, pra, si që ngriti dhe bregu. Pra, një nivel është çfarë pritshmërisht kishte thurur opozita. Dhe për këtë besoj se jemi të qartë. Pra, u ngrit narrativa radhën e ka Rama dhe rajo narrativ. Nga ana tjetër, ftesat janë të dy llojshme po t'i shohësh. Ke ftesa gjeopolitike, pra ka ftuar Rusin, ka ftuar Bielorusin, ka ftuar ku di unë, për arsye që kuptohet, ka dhe ftesa ndaj nesh, për shembull, që jemi një vend pro-euroatlantik, vend i vogël, pa një fuqi të madhe krahasuar me ato që thash, por që jemi ftuar. Tani, këtu bën disa pyetje. Në Ballkan ka marrë ftesë vetëm Shqipëria. Pse? Për ato që the. E dyta, pse? Në Ballkanin perëndimor, se në Ballkan është edhe Greqia. Ndjes, në 6-ën që nuk kemi në Bashkimin Evropian. I saktë. Pra, vetëm ne. Tjetra, merre letrën e Donald Trump, dhe unë kam bërë një ushtrim që në fakt tregon shumë për debatin që po bëjmë. E kam bërë që dje. E mora letrën që nxorri Rama dhe e hodha në inteligjencë artificiale. Dhe e pyeta, a është autentike kjo letër? Dhe më tha jo. Jo, tha, sepse gjuha është propagandistike dhe jo diplomatike. Fraza si World Peace, bla bla, nuk edhe kjo most impressive etj, nuk është gjuhë e dokumenteve shtetërore, por stil fushate, PR-i. Mungojnë elementet formal, numër protokolli, referencë ligjore, kanale diplomatike, jo thjesht një shkrim i hedhur në fund. Nuk ekziston bordi i paqes, se akoma letra nuk ekziston. Dhe gjitha këto me radhë, deri në fund, diplomacia nuk funksionon në ftesa personale, shtetet nuk ftohen si individ, kalojnë përmes notave verbale, ambasadave, trakteve shumë radhë. ChatGPT-a me Trumpin. Jo, por sipas leximit që edhe e kam me pro, pra e kam chat të paguar, jo chat falas, nga këto që përtojnë. Kjo ftesë, thot, për sa kohë është një organ i pa krijuar akoma dhe i pa strukturuar e kështu me radhë, ky është vullnet politik i një individi. Qartë pra. Që në këtë rast është presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Që mund të rezultojë me finalizimin e kësaj gjëje ose dhe ky zotëria ka bërë një listë me njerëzit dhe vendet që ai mendon se do t'i ketë në skuadrën e tij. Qartë. Tani e gjitha kjo nuk i shërben domosdoshmërisht Shqipërisë. Se kjo që mund jetë duke bërë Trumpi, mund jetë gabuar, more. Por ndarja që ka ndodhur o Alban dhe duhet ta themi, është që kryeministri Rama mes Europës dhe ose një pjesë të Europës dhe Shteteve të Bashkuara ose presidentit Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zgjedhur këtë dytin. Nuk duket në ligjërimin e tij të fundit. Në deklaratën e tij të fundit duket vetëm kjo, sepse thot, deri dje thoshte që janë vaj gjërat drejt Bashkimit Evropian, sepse janë në atë krizën e tyre. Tani, përpara se të nxirrte letrën, doli na tha, është komplikuar pak rruga drejt Bashkimit Evropian se kemi probleme me sigurinë ushqimore. Jo, dhe unë e pyeta ChatGPT-n, pronë e kam edhe unë, di çam tha GPT-ja me këtë. Duke ditë se Trump e dia e Shqipërinë diku aty afër Palestinës,
ta i ka bo ftesë Edi Ramës. Ma ka thënë ndryshe qatë GTP. Jo se këshu e di ai. Jo dhe unë, po tja e kuptoj që kjo letër, kuptojnë që... Argumenti më burë dhe dilë në konkluzion. Ku është konkluzionin? Kjo letër, ta thash pra konkluzionin. Kjo letër, o miku im, është letra e një individi, për një individ. Po tenton... Po është presidenti shtetet është institucion, më presidenti Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Po nuk është pra institucion, akoma kjo gjë, se nuk... Ai është institucion, ai, jo letra. Kjo letra, kur qohet një institucion, nuk plotëson kushtet për... Ku e di ti, burë, se ti ke një pjesë letrës, nuk e se ke gjithë. Letra, hape faqin e Po jo, mos e mund kesh letër tjetër, bashkan gjithë lidhe me atë, pa tjetër. Me numër protokolli. Jo, pra jo, është publikuar, Po nuk dërgohet kjo o ti zëtri. Ta shi do mi mësu protokollin ti dhe shpis bardh. Nuk e ka njës shpia bardh pa një letër me numër protokoll. Po jo, më burë. Po, në PDF e ke. Po se s'ndodh ajo punë që... Po letër pa numër protokollis një institucion... Do ta zjeru tani një institucion fundor atje. Letrën, më burë. Jo, i pse nuk funksionon kështu. Një shkres tjetër për cilëse. Për cilëse dhe kjo është ajo çfarë është shpjegimi. Letrën, siç e ke aty, letra ka disa element, ta thash dhe herë, dhe kalon, nuk i shkon kryeministrit herë para, kjo kalon në për nota verbale ambasada dhe traktatet të ratifikuara në parlamenti kështu me radhë. Tjetër gjë. Pra çfarë do të them këtu, se nuk është thelbi më burr, se kjo ishte cili është thelbi pra. E hodhe poshtë nismën e Trumpit me këtë shpjegim. Po don dhe këtë edhe mediat nuk... E ka zgjedhë Ramën, thu ti si personin që do bashkunoj me atë këtu. Po jo, mër vlla, jo, po gjor, burr. Ai robi atje po do të kryej atë OKB-n e vet. Atë gjën e vet. Dhe në këtë histori, Shqipërinë dhe këtë shefin e regjimit këtu e ka futur po dhe ky, po them, ka përzgjedhjen tashmë mes Europës ka zgjedhur ata që shkojnë pasi destiny. Trumpit fort, ka zgjedhur Trumpin e fort, më burr, kaç po them. Po. A është e mirë për ne apo jo? Po semi kjo është s'është kjo tema e debatit. Edhe kjo më duket pak kështu, domethënë, nuk është kaq bardhëzi që ka lënë Europën tani se i duket nuk është kjo nuk. Ja nisi meqe me këtë teorinë. Mos u zgjatur pafund, mos u zgjatur pafund, unë e thash kështu, që sigurisht që Rama me këtë letër dhe me këtë propagandim që i bën letrës, sigurisht luan një lloj presioni ndaj Europës, po edhe gjë tjetër, ne po themi gjithkohën që ne po themi gjithkohën shumë ezopiane është gjua sot në studio. Bjeri në drejt që të kuptohemi. Ne po themi gjithkohën që kjo nuk është letër për Edi Ramën, kjo nuk e shpëton Edi Ramën, më fal. Edi Rama nuk ka thënë as që vetëm mua më ka ardhur kjo letra. Jo, nuk e tha. As që kjo letra më shpëtoi jetën mua, as që tani merr fund spaku dhe çuditshme është që gjithë ato që si ka thënë Rama i thot opozita. Rama nuk do ta gjej. Pra, sikur të bën frikën. Ti e nise duke thënë që Rama është më i çliruar, ka filluar del tani, madje doli me ekipen dhe don pas kësaj letre është më i çliruar. Unë them miku im që Rama përpara kipi është termometri i çlirimit. Rama përpara se të marrë këtë letër o Alban Dudushi, po e them, është mendim i alternuar me informacion, përpara se të marrë letra ka qenë vetëm Majesbergu që ne kemi parë në raportet e rilidhura të Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nëse mund ta them kështu. Po, raportet e rilidhura të Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Që e tham dhe më herët, Rama ka patur një moment pauze komunikimi me dhe kjo është reaktivizuar. Dhe kjo është reaktivizuar. Dhe kjo çfarë i bën? E mbron Ramën nga kush këtu brenda? Ramën nuk e mbron nga askush, por Ramën e mbron nga narrativa që ai është i rrëzueshëm tashmë. Është lënë mbasdore nga SBA. Në qoftë se Rama e ka bërë zgjedhjen, siç thot kolegu, amerikanët besojnë që midis Ramës dhe Spakun zgjedhjen të mbështesin Spakun. Po që më kanë institucion, janë detyruar, mëse është institucion drejtësie. Nuk e di janë detyruar, po unë mendoj që do zgjedhin të mbështesin Spakun. Janë detyruar se ashtu e kanë ndërtuar, se janë detyruar Spakut. O Dudush, ne merremi me nëse po merremi e para është amatorizëm, jo amatorizëm, po është një mashtrim i madh të dy palëve kur merren me çështën nëse një letër e tillë e ngre apo e ul Ramën. Një letër e tillë vjen për shkak se Trump ka interesat e veta në ndërtimin e një bordi që ne nuk e dim, unë kam pa për kuriozitet ç'është ky bord dhe nuk kam arrit kryer një ide, patjetër. Dhe Edi Rama që është ndërtu, është dërgu një ftesë. Kjo nuk e zbut as pak faktin që Edi Rama ka një zullum që po i trashet. Dhe këtë zullum që po i trashet, ndërtimi i interesave jashtë territorit Shqipërisë,
me vërtet që mund të avonojnë këputjen, po kurbën drejt këputjes mund të avonojnë, po nuk mund kurse si që ta shpëtojnë Ramën nga... Një ditë ai edhe vetë ka deklaruar që do e lërë pushtetin. Jo, do e lërë, se ta lërë, se ta lërë etikë është shkollaj. Vetë që nuk je ti kryetar parti, është ai që të mundi ty. Problemi më mirë, problemi është i tillë. Rama nuk është se ka një rrezik këtu mrena për mrena, dhe duke mos pas rrezik mrena për mrena, zor se ka rrezik edhe nga Amerika, se s'ka kohë Amerika të marrët me ne. Po këtë Rama e përdor këtu për të mbush bëshllëkun politik. Edhe opozita përdor teori tilla për të mbush bëshllëkun politik. Pse dalesh edhe të thush ti që do vinë të arrestojnë Ramën është idiotësi. Ka shumë idiot aty në kryesinë e Partisë Demokratike që dalin edhe mund ta thonë, po Sali Berisha për shembull e di që kjo s'ndodh. E dyta, që s'pak të marrë të arrestoj Ramën, ai me dash nuk e ai i ka tregu s'pak. Unë po du nuk le të arrestojsh Belinda Ballukën, jo më të mund që s'afrohesh dot ti. Dhe Rama brenda territorit të Shqipërisë nuk ka ndonjë rrezik. As për opozitën që kanë qenë PD-s, as për opozitën e re me këta të rit s'ka asnjë lloj sepse e tregon vetë forma e tyre. Tash çfarë thot në opinion në arenën ndërkombëtare, fakti që ati i ka dhënë një shkëndi Donald Trump me këtë letër, do dalë dhe do e përdor. Pastaj se çfarë janë underground që thot zoti Meçe, e tjerë me radhë që ne kemi sigurimet e huaja këtu, që ato janë influentiv në rrjetet sociale, ku do në media e tjerë, këto i dim ne. Po që dalësh edhe të thush, për shembull edhe t'japësh argumenta, që ta lidhësh me shumë teori konspiracioni, di gjithë të që po ndodh, unë nuk jam partizan i kësaj. Do të thënë se e kërkoj që është parë fjalën fakt, por u përzihet debati, kështu që kalojmë publicitet dhe rikthehemi me Meçe. Mirë, jemi kthyer, jemi në 20 minutat e fundit, po e nis me Meçen me që më thej që ka nevojë për ndërhyrje, ndërkohë që po parashtronte dy nivelet e analizës Çpar Bregu në lidhje me letrën e zotit Trump, ftesën e zotit Trump për bordin e paqes. Së pari ndërprerje një programi amerikan historik që ne i quajmë lotaria. Nuk është ndërprerje vizave. Jo, s'është lotaria. Lotaria është e dyta. Janë bashkimet familjare që janë ndërprerje. Bashkimet familjare dhe lotaria. Dhe emigracion. Po lotaria nuk u ndërprer vetëm për Shqipërinë. Si jemi korçar gjithë. Tani mos Pra janë dy. Jam shumë i qartë kur flas. Pra janë programi lotarisë dhe bashkimi familjar. Këto nuk janë viza. Këto janë programe që i ka zbatuar Amerika dhe që në thelb kanë nxjerrë probleme për Amerikën, jo thjesht për Shqipërinë. Pra, mos e interpretojmë si përkeqësim i Amerikës në marrëdhënie me Shqipërinë. U lodhëm para një vit e gjysmë, kur doli urdhri ekzekutivi i Trumpit që për 3 muaj do ndërpriten të gjitha këto, edhe tham në përfundimisht Amerika na për organizatat. Largoi atë, largoi këta, ja u ktheu normalitet çdo gjë. Pra, të mos i ngatrojmë gjërat. Kjo është e para. E dyta, janë prodhuar 3 komisione, 3 komitete, janë prodhuar. Është komiteti i parë i cili sot ka marrë gazën tani për strukturën. Ka marrë administrimin ekzekutiv. Po pra është bordi ekzekutiv. Të gazës, është prodhu bordi i dytë që është teknik. Teknicienët. Dhe është prodhu dhe bordi i tretë që ka 7 përfaqësues që i kanë përhershëm që janë me emër, me mbiemër. Drejtuesi çfarë është kryesore? Drejtuesi komiteti, që është iniciative drejt për drejt e tia, edhe ato dy të tij janë, po ato janë kryer tashmë, ka një iniciativë nga Trumpi. Shtati ka caktuar dhe tenton ta zgjerojë. Kjo është pjesa e një realiteti të drejtuar drejt për drejt nga Trumpi. Ajo që na intereson në gjithë të bisedë nuk është çfarë funksion do kryejnë ata se jemi ne fare atje. Tani, po ajo që na intereson. As kemi asnjë lloj interesi lidhje me atë. Interes kemi ne, po nuk kemi, jemi shumë larg për të debatuar për të. Po interes kur s'ka asnjë lloj mundësie as për të dhënë ndikim, as për ta ashtu ç'a interes. Nuk është saktë ashtu, po gjithsesi ta shpjegoj deri në fund, pastaj ndoshta mund të shohim në interes. Ajo që na intereson është që të gjitha këto janë iniciativa të drejt për drejta të Trumpit. Pra Trumpi në mënyrë nominative fillon zgjedh partnerët e vet. Kjo na intereson. Dhe tani kot lodhemi ne. Trumpi në mënyrë nominative ka zgjedhë Edi Ramën.
Pastaj thoni Aty thot Republika e Shqipërisë më burr, Republika e Shqipërisë. Po nuk thot Republika e Kolumbisë apo e atyre vendeve që Po Republikën e Shqipërisë e Diramën do të frasa. Jam dakord. Ose Republika e Maqedonisë Veriut. Po mirë më e ka zgjidhur Shqipërinë sepse janë 100 arsye. A mund ta mbaroj? A mund të se e kam arsyetimin. Po e kam arsyetimin edhe për këtë. Në momentin kur Shqipëria e propaganduar deri më sot si vend i trafikut, si vend i kontrabandët, si një vend narkotrafikant, së shtetit narkotrafikant, në një anë. Se keni dyshim ti që ka qenë shtetin i përzim me... Jo, nuk është e propaganduar, e ka thënë deklaratat zyrtare të qeverisë amerikane. Kujdes narkoshtetin, Jo, ka të thënë luftonin narkotrafiku. Luftë kundër trafikut të drograve dhe krimit organizuar. Po luftë thot kur ka, se kur s'ka nuk ka që atë. Po jo që është narkoshtet. Narkoshteti ka thënë Narkoshteti është tjetër. A ka mundësi ta mbaroj unë? Më fal. Ta mbaroj, se do t'ja përgjigj edhe kësaj, po ta mbaroj arsyetimin, se ka, domethënë ka logjikë Jo, më jam dakord. Pra ky shtet i cili është trafikant, është narkotrafikant, është i kriminalizuar. Okej. A mundet që Trumpi, i cili strategjinë e vet politike ndërkombëtare ka luftë kundër krimit organizuar dhe trafikut, i ka shpar luftë, ka shpar armiq. Po, organizata terroriste. Tani kjo narrative prodhuar në Shqipëri për shtetin, ky aksion politik i Trumpit kundër korrupsionit dhe edhe trafikantit. A mundet dikujt i shkojë në mendje që Trumpi përfundimisht i rrëzoi dhe këtë dhe i tha Ramës dhe shtetit shqiptar, hajde se ju sini asnjëri as tjetri, ju do jeni partnerët e mi. Ku çon konkluzion? Ju do t'jeni partnerët e mi, që në momentin kur Trumpi të ul në tavolinë do thotë që narrativa e debatuar nuk ekziston, do të thotë që qëndron lufta e tij kundër krimit dhe Trumpi sot e ka lehat Ramën të luftoj krimin. Ka lëvizur politika shqiptare me 90 dhe 180 gradë, sepse të gjithë që merren politikë ka lexuar. Trumpi nuk e ka më në listën e shteteve të cilat janë narkotrafikant, nuk e ka në listën e qeverive të cilat, po se ka më përse ulin tavolinë. E kishte dhe nuk e ka po thua, se nuk e di. Sa nuk e kishte, nuk e di. Sa e kishte, unë di nuk e ka. Kur tu nuk e ka më, do të thotë që e ka pasur dhe se ka. Këtë që unë lexoj është që nuk e ka. Tani, se bën aksion vetë drejt për drejt. Deri dje, fakti që e kishte e dëgjoja nga opozita, po nuk e kam dëgjuar ndonjëherë nga Trumpi. Nuk kam dëgjuar ndonjëherë drejt për drejt nga Departamenti i Shtetit, pavarësisht që interpretohet në këtë formë. Po përse të lutem se janë argumenta këto. Argumenti kryesor. Jetu myt me i pi, me i gotu jetu. Personi i cili drejton luftën kundër krimit organizuar, kundër kontrabandës, kundër terrorit, kundër drogës në botë që quhet Trump, i thot qeverisë shqiptare, po vite qeveria shqiptare, nuk po vetet e Rama me qënëse e donit, i thot qeverisë shqiptare të desh tavolinë e mund. Pse nuk shkon një herë që mund ta ketë fajin dhe Trumpi për shembull. Dhe duhet hetuar dhe këtë gjë, sepse poligjimon një narkoshtet më zotëri. Pra tani, që ta mbyllun përfundimisht, unë nuk kam idenë që Shtetet Bashkuara të Amerikës, si thuash, nuk e kam vëmendjen në luftën ndaj krimit organizuar dhe trafiqeve këtu në Shqipëri. Mund të vazhdoj? Nuk e kanë Maduro nuk do e ulin tavolinë, apo jo? Si? Një Maduro... Po ka ul Putinin më burrë dhe të atë Bielorusinë. Si pse ngatron? Ngatron peshën... A i dele të do e marrë Groenlandën për kundrapesht Rusisë dhe efton të paqa Rusinë. Që argumenti është ai? As mik që bën diferencën dhe as armik që mund përfillë. Tani nëse tre menja dhe ty si madhër Rasha... Floger, pas takimit dhe pas prezentimit të aparaturave të cilat kishin bënin me zbërthime e celularve me Akademinë e Policisë që ishte, do më dhënë që u bë, që ishte Zoje Vanorn, ritheksoj edhe si pas sekretarit Rubio e tjerë, luftën ndaj krimit organizuar dhe trafiqeve në Shqipëri. Do më dhënë kjo vazhdon të jetë prioriteti i Shteteve Bashkuara të Amerikës. Por, këtu ka humbur lidhja midis këtyre trafiqeve që ekzistojnë dhe kryeministrit. Alban, jo. Do me dhënë, akuzat e opozitës për kryeministrin që është i lidhur me trafiqet, mund të bien përsa kohë që Trump e zgjedh, si qëtu ati, personalisht dhe thot
që ti do jesh do tryes me mua. Për një organizëm që s'është nuk është e të themeluar dyshuarit. Jo, tani ta thash Për një organizëm që s'është themeluar akoma. Ama vullneti presidentit është aty. Unë flas për vullnet presidentit, nuk po flas. Unë po flas vetëm presidenta, nuk po them për organizëm politik, sepse ai organizëm politik nuk funksionon në Shqipëri zotëri. Iniciativa e presidentit transmetohet tek ne. Nuk mund kundërshtohet. Po është e vërtet. Shtetet e Bashkuara të Amerikës apelojnë që prioritetet e veta në Shqipëri vazhdojnë të zbatohen. Po vazhdon. Po tjetër është të thuash prioriteti i cili bëhet edhe sot në Itali. Mos haro që flitet për lidhje të mafjes shqiptare me mafjen italiane. Po pra po, patjetër, Çka do të thotë që është karakter transnacional mafja, nuk është vetëm po pikërisht. Por tjetër është të thuash prioritetet vazhdojnë dhe do të vazhdojnë, se prioriteti vazhdon dhe kundër korrupsionit, vazhdon si prioritet. Dhe tjetër thuash që ky shtet është vetë korrupsioni, ky shtet është vetë mafja, ky shtet është vetë krimi. Këtu bie narrativa politike drejtanishme dhe këtë narrativ politike të opozitës që e lexoi mjaft mirë Berisha sot dhe e kuptoi përfundimisht që nuk funksionon më kjo skem. Tani doni konspiracion, se mund bëhet konspiracion. Jo, tani bolli kemi ato që shikojmë edhe konspiracioni se në Shqipëri që të konspiracioni hapyk. Janë dy gjëra për konspiracion. E para, Rama nuk i ka prish marrëdhënie me Evropën, po Rama do të jetë negociacion shumë i fuqishëm midis Amerikës dhe Europës. Konspiracion. E dyta, shërbimet e NATO-s dhe shërbimet amerikane kanë arritur që në Shqipëri të identifikojnë shërbimin rus, i dhanë hapësirë dhe tani i dhanë Trumpit, i thanë tani ftoi Ramën dhe e goditën përfundimisht gjithë narrativën e shërbimit rus në Shqipëri. U godita ajo tani më. Nuk ka më jetë. Tani këtu je narracion apo je në të vërtetë kjo? Je në konspiracion apo je? Unë bëj konspiracion, po unë nuk e kam konspiracion. Të dyja si kam konspiracion. Dhe e treta nëse do të konspiracionistët i besojnë parët ato që thonë. Të bëjë të tretën diskutohet po. Po në Shqipëri konspiracioni hap buk po burr, se pjesa e vërtetë nuk ka buk. Dhe e treta, çështja është që NATO edhe e treta, që përsëri është konspiracion. Rama është zgjedhur nga Trumpi, sepse Shqipëria dhe Rama ka lidhje shumë të ngushta me shtetin Qifut, Izraelit, dhe ka lidhje shumë ngushta dhe me komunitetin musliman përgjithsisht, pra gjithë botën muslimane, dhe mund të shërbejë si negociator. Tre konspiracione dash. Se kush është i vërteti? Natyrisht populli fillon i analizon të reja. Nuk e kundërshton njëra tjetrën asnjëra nga ato që thënë. Dudush, ajo çfarë thot, nuk se di, noqi një arsyetim shumë gjatë që se kuptova. Të betohem se kuptova, ku do të dalin njerë. Se Rama është bashkëpunëtor në këtë situatë që ka ndodhur të narkotrafikut, pastrimit parave, e tregon mjafton fakti që rezultatet janë zero në këtë drejtim. Ka shumë institucione, përveç SPAK-ut, që duhet ta luftojnë pastrimin e parave. Që nga bankat e nivelit 2, këtu Shqipëri pastrohen aq shumë, ka shumë institucione, janë 3-4 institucione. Dhe rezultatet e këtyre në këtë drejtim janë zero. Fakti që rezultatet e kujt? Këtyre institucioneve pra, strukturave. Po pra që varen nga qeveria, s'po them për SPAK-un. Shishi banka ka ka ndikim, si ka ndikim sepse e thret parlamenti, ka shumicën në parlament dhe i thot drejtorit bankës, zotërit i do kesh në fokus këtë, për mungesë rezultatit shkarkoj vend tjetrin, nëse ti ju hap dyert pastrimit parave, si që ka hap drejtori bankës. Pra këtë që është pjesa më e rrezikshme këtu në Shqipëri, dhe për pjesën më të rrezikshme që parat e pastrimit, parat e pastruar për bëjnë një peshë shumë më të madhe se parat e korrupsionit. Po ta vesh në peshore, 1/4 mund t'jetë. Pra, po do t'ja themi Trumpit këtë më... Jo, lema mos... Nuk është argument dytë nga e kundërta, s'funksionon. Jetu përdorë, të falet je profesor, mos dish përdorësh argumentin nga e kundërta. Po që nga e kundërta? Po se s'di ta përdorësh, nuk falet të që e profesor. Tashi ajo që po të them unë është, mos veprimi, tashi po jemi lutën, ata nuk ndërpreva. Që di njeri që... Profesor, që se do me bo zhurmë, ti je profesor, ti duhet vesh logjikën. Unë po të them. Ta mbaroj më burrë, ta mbaroj. Ta mbaroj më burrë, çfarë argument, ta mbaroj më pastaj fol.
Që të djek më burë argumenti? Mos më djek mua. Je më unë po të them një. Thua, këtu unë të them është... A ta mbaroj më, A do me bo zhurmusin a ta mbaroj? Se ti më thua të bardhe... A do je zhurmus? Por e ti e këthin zhurmus ta shiktu, vla. Mble më vla të maroj argumentin. Por argumenti jo të pa argumenti jo të pa bosht, unë s'kundërshtova. Je rutullu. Po ta mbaroj më, unë po të them një fakt shumë thjesht. Meqe. Tani më zhërë, po të le, hajde, ta shpjesh dhe në fund. Ta shi mirë që ato rusë, po ty kusht pagun vla me bo këtë punë. Morama edhe Trumpje. Të shi se s'po mble mu me folë. Trumpje, por si se ke marrë, është ti po më shikosi për që të rajon. Mirë të e gjete e zbulove. Fakti që nuk vepron, pavarësisht se këtë e kthen me tallur dhe i ka institucionet në dorë për të vepru, e bën bashkëfajtor, sikur mos ti përzgjer fare. Vetëm që i lejon. Pra ka një pakt mes atyre, kush janë ato që pastrojnë ka shumë para, e tjerë me radhë, unë nuk ja ve do të emrin. Po që është një strukturë mafioze, është strukturë mafioze. Për deri ka shumë para dhe pastrojnë ka shumë para, kuptohet që ato ndikojnë edhe në majtjen e Ramës, në krye të qeverisë. Sepse këtu u buron forca. Dhe fakti që institucionet të cilat janë institucioni i Spakut, është i vetmi që kanë ndërmarrë një veprim fillestar. Pse edhe i them fillestar? Sepse parat që u ka bloku Spaku, këtu janë shumë pak në raport me atë çfarë ta fitojnë. Dhe këtyre, po nuk ju tere burimet dhe ju more burimet financiare, këto do vazhdojnë dhe në fort. I krama vend tjetrin kjo lloj strukture këtu. Nuk është një problem i madh. Tash ç'a ndodh me këto institucione? Këto lloj marrëdhënies ndërkombëtare me vërtet mund ndikojnë që të zbusin sulmin ndaj Ramës këtu, por kurse si të ndalojnë sulmin ndaj Ramës. Dhe problemet e shqiptarëve këtu, ne duhet ta fiksojmë, as letra, as Trumpi, as kërkush nuk i zgjedh vlla, se ja kanë nis në 44-ën të mashtru veten, burra shumë më të mëshëm, e ma burra se këto që janë, se këto janë burra fare. Burra që kanë dalë mal, kanë pushkën mal me komunizmin e me dhe ç'a ndodhi? Kanë prit pranverën sa të bëhet ajo gjetja sa i 5 lekë, prit pranverën e parë, prit pranverën e dytë. Janë shumë më burr, janë 60 vjet, 70 vjet më burrë dheut. Akoma vazhdojnë njerëz të fantazojnë se problemet e Shqipërisë do i zgjedh Amerika. Amerika të ndihmon nëse ti ke vullnet dhe je fort të zgjedhësh problemet tua. Dhe ta fokusojmë gjithë vëmendjen te kjo letra e Trump dhe gjithë se Trumpit më kanë pushtet tu, është gjëja më e gabuar. Edi Ramën e ma sistemi që kanë ngritur në pushtet. Dhe këta që janë përballë Edi Ramës janë alat të Edi Ramës dhe e gjithë kjo që është një mbushje ose më përmos thon tallje, se njëra palë tallet me elektoratin e vet, tjetra është në pushtet dhe e josh elektoratin e vet, dhe kjo është një lloj statu quo-je që politika shqiptare ka ndërmarrë. Amerika nuk e zgjidh. A kemi forcë ta zgjidhim ne këtu, pastaj kjo është temë tjetër e debati. Zoti Rama ka ngritur një sistem politik që në është më shumë se zoti Rama, mos ja jep merita gjithë Edi Ramës. Në skakierën e brendshme politike nuk ndihet i rrezikuar. Opozita është në këto kushte që është, faktorë tjerë nuk e rrezikojnë dhe të vetmit faktor që mund t'i aprishin ati qetësinë janë ndërkombëtarët, Bashkimi Evropian dhe sidomos Shtetet Bashkuara të Amerikës. Si mund t'i aprishin? Dhe po ta vinit re ju, ky njeri që ka mbajtur gjithmonë leadershipin e komunikimit politik në 12-13 vite sa ka në pushtet, muajin e fundit, 40 ditë, 50 ditë e fundit, ka qenë një hap pas. Janë një pa ditur të, si mund t'ja u prish rehatin? Jam më lërta. Jo vetëm se si, sepse mos e ka lë këtë se ja u prish rehatin, si mund t'ja prishin? Ç'a mund t'i bëjnë Ramës ta? Po mund të bëjnë atë që i kanë bërë, të distancohen nga... Por na mi madh, ai kryeministri është, u distancove ti. Ta bëj unë analizën time. Tani... Nga përvoja jonë, kur kryeministrat e Shqipërisë i ka pas marrëdhëniet e qia me Shtetet Bashkuara të Amerikës, me Bashkimin Evropian, ata e kanë pasur shumë të shpejt rënien nga pushteti. Flasim për këto 30 vjet, për këto 35 vjet e fundit. Marrëdhëniet e tij me Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë qenë një lloj letre lakmusi që ai edhe në kuvend e ka thënë që shiko, unë jam rrugë drejt, se po t'isha unë gabim, rruga e Elbasanit do kishte reaguar. Tani, kjo letër sigurisht që e ndihmon atë për të marrë prap leadershipin e komunikimit politik në Shqipëri. Por, unë nuk mendoj që situata e brendshme, dosjet e hapura nga Spaku, qoftë ajo për Akshin, qoftë për zëvendës kryeministren, i japin atij një qetësi dhe një garanci për ta
mbaruar, po themi, mandatin e tij. Da, ti po mendojnë që gjithsesi Rama është i rrezikuar ta mbarojë këtë mandat? Unë mendoj që po, por kjo letër sigurisht që i jep atij një mundësi, një frymarrje për të marrë minimumi leadershipin e komunikimit politik. Sapo është bërë publike letër ftesa që Donald Trump ju ka dërguar gjithë atyre që ka ftuar për të qenë pjesë e bordit paqes dhe bëhet fjalë për datën 22 në orën 10:30 në Davos. 22 në orën 10:30 në Davos do takohen të gjithë ata që është bërë ftesa. Ata që do Do takohen me Trumpin. Po, është Ata që do pranojnë. do bëhet në shkrimi i bordit paqes. Në Davos. Ky është lajmi i fundit. Kështu që edhe kryeministri do të jetë atje. Sapo ka ardhur ftesa, kështu që sapo ka dalë ftesa, kështu që nuk e di tani. Një gjë të fundit. Një ndërhyrje do më Do të kemi parasysh diçka. Letra që i ka ardhur Ramës nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, as nuk e bën Ramën më të moralshëm, as nuk e bën Ramën më legjitim, as nuk e bën Ramën më të pakorruptuar, as nuk e bën Ramën, nuk ka të bëjë me Ramën. Por siç kjo letër nuk është një gjë e jashtëzakonshme për kontekstin politik këtu, por dhe për imazhin e Shqipërisë ose pozicionimin e saj në arenën ndërkombëtare, e ka një lloj valence dhe e ka një lloj vlere. Domethënë djali Bariballiut ka thënë që do arrestojnë Madurën, kjo letra e Fariballiut, më fal. Edhe kjo letra e çbëri politikën e djali Fariballi, e sistemove mirë bisedën. Për politikën e brendshme, është e qartë. Për politikën e jashtme, unë po të them vetëm kaq. E ka thënë Rama dhe kjo që unë po them është informacion, nuk është dëshirë. Për mua do doja të mos kishte ardhur letër ndoshta për Ramën. Kishte ardhur për ministrin e jashtme a për presidentin. Por informacioni është ky, që nuk keni parë gjë akoma në lidhje me marrëdhëniet e Ramës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Informacioni është 30 sekonda ke se duhet të mbyllim emisionin. Ka një vërtet që përfundimisht është e fiksuar tashmë që jeta e qeverisë shqiptare varet nga faktori ndërkombëtar, varet nga shtetet fqinj. Dhe për këtë arsye është lexuar mjaft mirë nga PD-ja, e cila sot caktoi si përfaqësues të vet në Këshillin e Evropës Vangjel Dulen. I dha suport jashtëzakonshëm atij antishqiptarit tjetër, tani po i jep suport dhe po e shpihet në Këshillin e Evropës si përfaqësues të vet Vangjel Dulen. Po Vangjel Dule, qytetar shqiptar, deputet. Ai është Vangjel Dule, nuk përfaqëson as edhe një gjë. Partia Demokratike ka potencialin e vet dhe ka të drejtën legjitime qoftë për majorancë, qoftë për shumicë të opozitës. Ka bu projna më të mëdha se Vangjel Dule. Të dërgojë përfaqësuesit e vet. Që dërgon. E kanë nxjerr Bilerin kandidat dhe bën aktivitete me grupet me ekstremistë antishqiptare. Po, ata tashmë kanë kuptuar që nëse do të arrizojnë Shqipërinë, do të arrizojnë bashkëpunim Vangjel Dule me Belerin, me Vangjelin, edhe me Belerin, me Dulen dhe me gjithë ata që përfaqësojnë këta në shtetin grek. Okej, kjo është aleanca. Kemi ardhur në fund, falenderoj miqt për bisedën, juve që na ndoqët, do të rishihemi përsëri të premten në orën 21. Deri atëherë në fakt ka ngjarje që ndodhin gjatë kësaj jave, sepse në datë 22 është gjithashtu edhe gjykata kushtetuese e cila do të nisi seancën e shqyrtimit të çështjes zonjës Balluku, në mos gaboj. Dhe pastaj natyrisht do të shikojmë se si do të vazhdojë dhe ajo histori. Natyrisht Davosi është me shumë interes, jo vetëm për atë se çfarë do të ndodhi nëse zoti Rama do të jetë atje për të nënshkruar në bordin e paqes apo do të jetë në nënshkrimi i bordit paqes nga të gjithë ata që janë ftuar, por Davosi është shumë i rëndësishëm edhe në kuadër të gjithë në një kontekst ndërkombëtar që ka të bëjë me Groenlandën, që ka të bëjë me Iranin gjithashtu, që ka të bëjë me të gjithë këtë politikë ndërkombëtare e cila duket se midis aleatëve të NATO-s, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian nuk është në ditët e veta më të mira. Kështu që ngjarjet janë përpara, e premtja gjithashtu është një ditë edhe para protestës që ka thirrur Partia Demokratike. Do të shihemi të premten në orën 21. Ju falenderoj të gjithëve për vëmendjen. Një javë të mbarë të gjithëve. Mirupafshim.